Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri publike raportet financiare të partive politike për 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar, periudhë që përkoi me fushatën për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Vetëvendosja është dukshëm e para për shpenzimet. Sipas të dhënave të KQZ-s, VV ka tejkaluar kufirin e lejuar të shpenzimeve. Për periudhën tetor-dhjetor, kjo parti kishte një buxhet të planifikuar prej rreth 550.000 eurosh, por shpenzimet reale kanë arritur në mbi 1.26 milion euro, duke e kaluar kufirin me më shumë se 700.000 euro. Raporti tregon se pjesa më e madhe e mjeteve janë shpenzuar në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, e cila kapi shifrën mbi 1 milion euro, ndërsa qindra mijëra euro të tjera janë orientuar për blerje shtesë dhe shërbime të ndryshme. Shpenzimet e konsiderueshme janë regjistruar edhe në marketing, ku vetëm për informimin publik janë paguar mbi 250.000 euro, ndërsa 10 mijëra euro janë shpenzuar për reklama dhe konkurse. Derisa edhe Partia Demokratike e Kosovës në periudhën tetor-dhjetor 2025 në total ka shpenzuar 280.822 euro, mbi 2.000 euro më shumë se shuma e buxhetit për këtë periudhë. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka raportuar shpenzime dukshëm më të ulta për të njëjtën periudhë, megjithse mbi 224.000 euro. Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve është përdorur për paga, ndërsa marketingu ka përfshirë kryesisht reklama digjitale me fokus në rrjetet sociale.